Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela dhe ora është 5:30 mëngjesi. Kisha dalë kështu me nga jashtë unë sepse kam parë që këtë ditë ku jemi ne do ketë 30 gradë. E thash, është behar. Më në fund summer time. Por jo. Dola tani u thava, thash ku po shkon pa xhaketkë? Te valizha kam unë xhaketkë, po thash vishin një xhaketkë gocet se do thash burr. E road trip me nusen. Road trip. Sa ka kemi pa bërë road trip? Që në Trentino, I muaj? Vet, po thosha vet. Edhe barku im po bërë Bismillahirrahmanirrahim. Shikoni, dielli është i kuq. Që do me thënë që sot do ketë super mega vap. Por s'ka problem se neve në vetë me det po shkojmë. Burr, dua të pi kafe. Sa të në autostradë jetë. Kam pritur 25 minuta për këtë kafe. Besoj nuk dëgjoni asgjë. E dini çfarë provova, edhe nuk është aq e keqe sa normalisht të bëj në autogrill. Mund të them që është edhe e pishme. Fillovi dita mirë. Burr, je i përgatitur psikologjikisht për 7 rrugë. Jam Mr. Vitur, çfarë bëj? Unë se si ve këto syzet e ri çoroj. Dhe keni parë sigurt nga titulli që po shkojmë për në Sorrento faktikisht. Amalfi, Positano, të gjitha këto zonë. Lajdi, këtë javë dini ku ishte? Me punën po flas. Atje. Fiks atje ku do shkojmë. Edhe unë nisë martën, iku, të ejnë nuk the, edhe tani jo shtun, por izbresim prap. I thash, pse s'më mori që të martën me vete? Kaq kollaj ishte. Kështu është kur nuk e vën trurin që të ka falur Zoti në funksion. Unë që thoni në përgjithësi, kam udhëtuar shumicën e Italisë me Klajdin, me punën e Klajdit. Para se të spostojmë që të vite jetoj për gjithmonë këtu, ser që vija për një javë Klajdi duhet të ikte në punë, më merrte me vete. Sepse një javë ka kishim edhe deshim ta kalonim bashkë. Kështu që shkonte Klajdi aty, hop, edhe unë aty, hop, këtu, hop aty. Por, një nga zonat që nuk kam vajtur asnjëherë me punën e Klajdit, ka që Napoli. Edhe unë Napolin, kam shumë qejf ta vizitoj. Napolin, provincat, të gjitha këto. Kemi vajtur me Klajdin shumë herë në Rom, në Kalabri, në Sicili, por Napoli 1, Sardegna 2, janë nga ato pak zonat e Italisë më kanë shpëtuar që nuk kam vizituar akoma. Edhe Val d'Orcia, e Trieste. Këto janë vendet që nuk kam vizituar në Itali kryesisht. Unë ja kisha çor kokën Klajdit që kur ti ikesh në Napoli më merr ku të shkosh, më merr, dua të vi. Klajdi më thoshte jo, se ç'a do bësh vet aty, kënde ande. Gjithsesi, historia fillon kështu, një ditë u zum, një ditë bukur unë e Klajdi u zum. Do të thënë Angela u zua me mua. U zua Klajdi, dëm të bëj sikur të ndihmon me punët e shtëpisë, e kuptoni tani. Edhe unë mëngjes kur zyem rregulloj kryesisht krevatin, ve pjatat në përvende, edhe rregulloj divanin e Klajdi. Ishte rregulluar divanin tani. Por e rregullon si të ballit vet, sepse i vjen ato gjërat keq, i bën të gjitha keq, thjesht për të thënë që shif ndihmova, por në realitet nuk bën asgjë, nuk fut as minimumin e sforcë. E mua më ngritë nervat sa e pas, e i thash burr, ose beje. Ora 200% atë. Trurin që ta veja është stiloze gjatë. Po, kam faj unë që se bëra një foto, t'ja tregoj sa stiloze i kishe bërë. Ngritë nervat e i thash, o beje tamam, mos e bëj fare, se më hyp nervat kur e bën një punë dhe e bën keq. E kështu filloi, kuptoni, u zum për këtë, nuk e se u zum. I thash këtë, pastaj vajtëm pim kafe, pastaj unë nuk i flisja, se më kishte hyrë nervi. Klajdi ikën në punë, unë ikën në palestër. Klajdi kthehet nga puna ndërkohë që unë isha kthyer e po bëj
nga dushi dhe kur dëllën nga dushi atje ku kam make-upet edhe ve kremrat njërën tjetër, gjej këtë, po ja u le me foto, gjej këtë trandafilin e më kishte shkruar Klajdi brenda në datën 31 të vishte Amalfi me mua. Edhe kështu më kalova nerva. Edhe me kaq pak të kalojnë ty nerva. Verëm paqe, ishte pra buri mirë. Edhe sot erdhi dita që të shkojmë në fund e ne jam so happy. Attualmente stiamo vivendo nel pieno. Ora ka vajtur 10:30, kemi kaluar Romën. Wow! Sorë ngelen 2:30 para shumë. Gjithë njerëzit normal. Kur bëjnë rrugë të gjatë me makinë dëgjojnë muzikë. Artiola Toska, Ylli Baka, Genën. Unë me Klajdi në makinë, vim podcast me shkencar që flasëm për çfarë ndodh kur një njeri vdes, edhe ku shkon shpirti njeriut edhe si e gjyshet tek. Bazuara me gjëra që mund të kenë ndodhur me pacientë ndryshëm edhe me ricerka të ndryshme që kanë bërë. Më duket që check-in-in tha Klajdi kemi në orën 3, do duhet edhe të hajmë drejt më përpara. Po shkojmë në fund të vendit e zona e picës, e dua të ha nga mëngjesi deri në darkë pica, i thash, në mëngjes cappuccino me pica, për drek pica e për darkë pica, dua të haj gjithë ditën pica. Kaq dua të bëj në jetën time. Edhe makarona, daj. Kaluam autostradën, e paguam autostradën 27,90 €. Autostradat në Zvicër i paguan 50 € vitin, në Itali paguan një rrugë, kur të kthehemi do paguajmë pak. Edhe kemi hyrë në një rrugë tjetër që këtu në Itali quhet agjenciale dhe nuk do duhet të kishte ripaguash. Por më thot Klajdi që ka, është abuzive. Jo abuzive, po e lejon. E këtu po bëhet nami. Për herë të parë kam parë të ngasën më keq se në Shqipëri. Është e frikshme. Bravo burr për aftësitë e tua në makinë. Kjo është përditshmëria napoletane, duhet ta jetojmë, ta shijojmë, no? Klajdi ka filluar po shan. Çka kam flokët e mia sot? E dini çfarë? Po presim në vicik. Edhe më ka dalë një puçur këtu, edhe një mu këtu në mes të ballit. Kur unë do bëj road trip në Amalfi. Plus që duke qenë që më vjen cikli, ndjem e shpifur, ndjem e shëndosh, ndjem një njeri koti. Kështu që në përgjithësi, mirë po kalojmë, mirë po shkon edhe ky udhëtimi. Marru një Morëm granitën e parë me limona. Ka shie limon të vërtet. Edhe limonat që bëjnë këtu janë limonat të zonës, nuk e mbaj mend si quhet, dhe janë limonat të mëdhaja edhe me erë shumë të fortë. Edhe është e vërtet. Ka edhe shie fiksi ato që na bënte hallalola në Elbasan. Kur shkonja në Elbasan na bënte halla me limonat që kishte në borg, kështu ishte. Si të duket? Nice. Ne dorim këtu te kjo zona këtu që është qyteti i parë. Kishim fatikisht edhe det, po gruaja thot nuk kemi Nuk kohë. kemi kohë të bëjmë det, njerëz, kemi erdhur për një ditë, 2 ditë gjithsej, nuk kemi kohë. Bën super mega vap, po është fix si fotografitë që shikoni në Insta, në Pinterest, videot, reelsat, është kaq bukur. E akoma nuk jemi në Amalfi, jemi në Sorrento në këtë moment. Arritëm në fund të hoteli, nuk është hotel, është Airbnb, na i ka gjetur një reprezentant i Klajdi që është këtu i zonës. Na tha që të marrim telefonet e kërkojmë, edhe t'ju bëj një room tour të shpejt, është vockël, është cute, por paguam mjaft pak mendoj. Doma jonë është Positano Rom, edhe kemi këtu krevatin, kemi komodinën me llambët shumë cute. Bori valixhen duhet ta vej aty sipër jo këtu. Ka këtu zonën për të varur gjërat, një mini frigo, një mini TV, kemi edhe zonën e banjës që është shumë cute, edhe mendoj që është shumë bukur. Sa paguam këtu 2 net? 220 €. Për 2 net janë shumë mirë për zonën që jemi. Për ku jemi? Shumë e rëndësishme që ka edhe parkim. Edhe ka edhe një balkon këtë vockël cute. Plus pamje shumë të bukur. Këtu ka edhe portokalla, aty ka edhe një pishin, do ju tregoj pak po se ishte edhe po shumë bukur. Super approved. Picën e parë e këtyreve ditëve e mori burri solli te dhoma. Tu mbyllen të gjitha njerëz në orën 3:30. Tu flenë si puna jote. Po pra, edhe ora 3. Duket super. Era e jetës, era kënaqësi. Hangrëm pica. Fjetëm gjysmore, unë do me thënë gjysmore. Klajdi fjeti pak më shumë, sepse unë bëra edhe flokët përsëri, se më kishin rënë, edhe prap kanë rënë. Kam ditë që më rinë mirë flokët, kam ditë që nuk duan të rinë në përgjithësi. Edhe sot nuk është dita që nuk do duheshin të rini. Nuk kam çfarë të bëj. Bëra make-upin, kam vënë edhe i çerpik fallce që të dukem cutesy. Mungohen buzët, prandaj duket kaq ne. Halli është që burim nuk më ka sill tripodin lart, kështu që unë duhet të sajoj ku do ju lekën dhe ande. Edhe do nisemi për Positano. Unë për Positano kam marrë të vesh këtë fustan që është House of CB. E kam që vjet, nuk e kam veshur asnjëherë se nuk e di ku ta vesh këtë lloj fustani, është gjigant. Brenda po ta shikoni, ka edhe tyl që ta mbaj të duket kaq e fryr, por mendova që ky është vendi perfekt, po nuk e vesha këtu ose në Lago di Como. Ku drejt që do e vesh unë këtë fustan, nuk se nuk kam për të bërë me.
Taran! Tani ndiem si princesh. Tadam! Allesh që nuk e di çfarë do vesh në camp, ka marrë disa opsione, asnjëri nuk besoj që i shkon. Në Positano që do nisemi të shkojmë tani, nuk është një vend që mund të veshësh taka, edhe të ecësh e të vizitosh lagjet e Vockla edhe cepkat njërin tjetrin, kështu që ne duam edhe bukurinë por edhe komoditeti. Po më jep bezdi një qerpik, ka marrë me vete edhe një hekur robash. Është i Vockël po ta shikoni, por duhet gjithmonë. Edhe mirë kam bërë sepse te dhoma nuk ishte hekur robash. Edhe do më duhet e sigurt. Bëra lip kombon and I am ready. Nuk kam pasur që të shoh si duket i gjithë outfiti, por këto kpuckat vesha, sepse do marr edhe këtë çantkën e mendoj që shkon. Shikoni sa bukur që është hoteli. Është plot me lulka. Pas ka një limon. Është i vërtet apo fallco? Foto për mamën time. Tuk tuk. Këtu të bëjt kogadhall, kthesat janë si rruga e vjetër Elbasan Tiranë, para se të bëjt tuneli. Plus, si këshillun ju jap që kur të vini këtu të merrni motor, Vespa, diçka të vogël, duke qenë që është vetëm një tek pullurrug për të gjithë Kostierën. Sorrento, Amalfi, Positano, një tek pullurrug, vajtjardhje, edhe bëhet nami nga trafiku. Ne tani nuk pas ka trafik, shqyr zot. Deri tani jemi shumë mirë. Por në përgjithësi ka, edhe me motor e evitoni. Plus parkimet për makinën janë super të shtrenjta, janë 10 euro ora. Neve tani do bëjmë diçka tjetër, që do shkojmë në një parkim që është falas, edhe që atje të marrëm një tip minibusi që është 1,60 euro personi. Hallesh që unë nuk ja di oraret atyrve, e nuk e di ku është fiks parkimi, por do mundohemi ta gjejmë. Pastaj po nuk e gjetëm, do shkojmë do japëm 10 euro orën, ç'o të bëjmë tani? Neve motor deshim të marrëm, por supozoheshe që sot shkonim në Kapri. Ajo e Airbnb-s na tha, Kaprin ta shihoni në mëngjes, për mua mos shkoni në Kapri. Kështu që nuk kishim kohë të marrëm motor. Morëm makinën, edhe si ta kemi të shkruar. Erdhëm këtu, që është kjo gjëja me suvanir, është vendi mi fotografuar i Positanos me shumë mundësi. Ka gjëra mjaft të shtrenjta edhe mjaft të bukura, edhe që të bësh foto te kjo terraca me qeramikat, duhet të blesh diçka që ta bësh foto. Gjëja më e lirë që kishte më duket ishte 10 euro. Të gjithë gocat kanë blerë nga një gjë çka të vogël sa për të bërë foto. Domethënë sa isha unë këtu kishte radhë që bënin shumë njerëz foto, po nga jashtë nuk hynin brenda. Unë bleva diçka pak më të madhe, por tash do i harxoj që do i harxoj atë lekë, ble diçka të hajrit se blenin me 10 ose 20 euro një gjë që kaq. Pak të mora pak më shumë lek, po mora një gjë të bukur. Edhe tani do bëjmë xhiro. Faktikisht u mërzita pak t'ju them të drejtën, se desha të ketë diell. Nuk mundem të bëj fotografi të bukura pa diell. S'ka problem. Nuk doja prish Terezin vetesh për budallalli që tani për fotot që do dalën pa diell. Si sa, noi del sud parliamo a voce alta, si sa, noi del sud facciamo discussione imposta, siamo allergici alle strisce, di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Ishte shumë bukur Positano. Vendi Vockël ishte, e xhiruam të gjithën kështu në camp. Ndekëm në Sorrento tani, atë të kurim, të ta hajmë, të pim diçka. Paguam parkimin 20 euro. Më gënjevi edhe ChatGPT me atë parkimi falas, sepse ne vajtëm deri aty ku thoshte ChatGPT. Por kur arritëm atje pyetëm një grua që nuk ishte edhe shumë simpatike t'ju them të drejtën. Edhe na tha jo nuk lejohet ta lini këtu makinën sepse është vetëm për rezidentët, e po erdhi policia do ju bëj job që neve vajtëm deri aty si për te mali, që ta linim falas e të merrim autobusin edhe sprit më njëherë. Shëndet të kemi edhe kur të mplagemi të kemi këto kujtimet me burro. Do hajm pizza, pra pizza. Dua makarona, aullore me limon. Të gjitha i dua tani. E gjys kile njeri. Pastaj kur marrim çoreku në pjatës e them fryva. Dhe pjata 25 euro. Si sa, noi del sud leggiamo libri a stento, si sa, noi del sud collezioniamo caffè a scrocco, imbattibili nel lancio di parole dai balconi, siamo tesserati al club delle... Hengrim një pjat makarona, çfarë t'ju them? Edhe tani gjatë gjithë rrugës bëja sikur isha shtatzan, nuk jam shtatzan, thjesht sepse isha fryr, edhe o do bëja sikur isha shtatzan, o do dukesha super mega fryr. Lokali quheshe Mama ke pasta, edhe kishte pasta të freskët, po e bënin në atë moment pastën. Unë e mora me salcë limoni, sepse këtu duhet të dini që përdorën për çdo gjë limonin. Ju thash, është limoni, gjëja atyre tradicionale, me salcë limoni me burrata. Gjëja më e mirë e verë. Pastaj desha të marrë një sorbeto me limon, po të vini në Itali duhet ta provoni sorbeton e limonit, shumë e mirë në përgjithësi. Po nuk kisha mundësinë, kisha arritur atje ku nuk arriheshim. Mirëmëngjes, nga dita tjetër, jemi të lodhur të kputur. Jo, Klajdi është i lodhur. Klajdi është i lodhur të kputur. Unë mirë jam. Angela është freskët si lebore. Edhe po zbresëm
ikëm, të gjejmë një vend të pimë kafe. Ora nuk ka vajtur as 8 e mëngjesit, që të kuptoni. Opa. Do desha të ri këtu një javë, t'ju them të vërtetën. Me këtë diellin, me këto panorama, me këtë detin, duam që thoni të bëjmë kolacione e pastaj do kalojmë gazyra e këtyrve që ka apartamentin që të shohim për ekskursione. I tham çfarë ekskursioni duam të bëjmë sot, po na tha të kalojmë sot, të shohim po ka vende dhe ta paguajmë. Duam të shkojmë në Kapri. Po këta kishin një ekskursion që njëherë bëje xhiro në dete dhe shikoi vendet kryesore me ato anjet në dete, pastaj të linin aty që të eksploroje. Bileta e tragjetit nga Sorrento për në Kapri kushtonte 50 euro, vajti ardhi një person, një tek pull person, ndërsa po të marrim këtë si ekskursion që edhe do shohim vendet e ndryshme, na dilte 65 euro. Kështu që tham të marrim këtë të shohim më shumë gjëra. Por në përgjithësi, kur ju them shtrenjt, po flasim për një rrugë 20-30 minuta, që po të isha në Greqi të paguaja 5 euro personi. Burr, po më shkruajnë të gjithë mesazhe ku shorintë mi, motra ime, po më pyesin po jenë në depresion për dje. Çfarë ndodhi dje? Dje Interi humbi Champions League. Dhe Klajdi nuk u ndje shumë mirë. Ishim aty ku pa hanim pasta, e më thot Klajdi, na bërën golin e parë. Bën kështu refresh, e më thot, na bërën golin e dytë. Duhet të shkoj pastaj në shtëpi të rregullojmë, të bëjmë një ricë e po ndihem si mos më keq. Nuk e di po ka marrë diçka të këtyre tradicionale, po unë mora atë që më inspirovi më shumë. Klajdi për shembull mori ekler që është 100% franceze. Edhe dje e hëngrët 4-0 nga francez. Unë e mora me diçka me qumësht, sepse imagjinojeni, kam zgjedhur të vuaj për 4-5 ditë të tjera nga laktoza. Sa bukur të çosh me diell. Ju lështe kafja, edhe tani po ju flas jam bër gati, sepse burri im u bë gati para meje. Edhe zbriti te Airbnb-a, po fliste me një burr. Bëri ca skena si fillim, kështu që ma mori kamerën e nuk mund t'ju flisja kur isha ndo. Pritun e ska. Tani po shkojmë te stacioni i Sorrentos. Te stacioni do marrim si quhen ato? Jemi te stacioni Metas, do shkojmë në Sorrento. Jemi te stacioni Metas, do shkojmë në Sorrento, po. Që në Sorrento do marrim çfarë quhet? Aliscafo që të kalojmë në Kapri. Treni është me vonesë. Qa aventurë t'ike deri te Porto në Sorrento. Koni njerëz tani po zbresim shkallët. Problemi nuk është t'i zbresim, është kur do hypim prap. Angela është pak mërzitur se treni u anulluar, morëm autobusin e tani ka frikë se arrim me vonesë atje. Sepse kur unë udhtoj nuk mund të shkoj gjysmë gjë e mirë. Dje nuk arrita Positanon me dje. Sot jam zgjuar që në orën 7:20 njerëz. Edhe ora është 11:30, akoma nuk kam arritur atje ku duhet arria. 7:20 jam zgjuar. Kaq po ju them. Bileta vajtjardhje për 2 persona 94 euro. Nga porti për të erdhur në qendër, keni 2 opsione, ose do mirë në një si tip teleferiku, ose si tip fugoni. Teleferiku ishte plot, kështu që ne morëm fugonin që për 2 veta kushtonte 40 bileta, është një çmim i mirë. Hyrëm te Parco Augusto quhet. Është një vend nga ku duket e gjithë panorama e Kaprit, doja u tregom për pak. Ishte bileta për person 2 euro i gjysmë. Prenotojeni online, sepse njerëzit rinin pristin në radhë, prenontova direkt në telefon online edhe hyrëm. Sa po hyrëm që të marrëm Aliscafon e kthimit, edhe desha t'ju them pak për shtypjet e mia nga Kapri. Mirë thash. Mirë the. Ne afër të shtëpia jon kemi një vend tjetër që quhet Karpi. Edhe unë ngatroj këto të dyja fjalët. Okej. Është një vend mjaft i bukur, por është vendi më i shtrenjtë që kam mbajtur deri më sot në Itali. Mendoja që ishte Trentino, jo njerëz, është ky. Edhe do ju them, Italia nuk ka shumë shuj si Greqia për shembull. Kështu që ato pak që ka mundoj të shfrytëzojnë në maksimum. Si vend, nuk kishte diçka më tepër se Greqia, se ishujt e Greqisë. T'ju them të vërtetën. Kishte stilin italian, of course, ishte edhe një vend. Janë xhiruar shumë filma, për këtë ka marrë famë të gjitha. Po, ka famë për dasmat që kanë bërë të pasurit këndet të tipit Kim Kardashian apo ku e di unë njëri tjetri. Po nga ana e pamjes e panoramës ose e detit, nuk ka diçka më shumë se ishujt e Greqisë. Me vërtet po ja them. Ulëm sapo arritëm te porti të hajmë një pizza tham, ta ndajmë në mes, edhe morëm me 2 koktejl që të sillnin në ca limona gjigant. Ne nuk e pam çmimin e vërtetë është. Un po rria në telefon se po kontrolloja si të shkojmë te qendra e Amalfit, se atje ku
të lënë ky skafi me qendrën kanë distancë. Edhe Klajdi t'ja lash në dorë të porosis. Edhe njerëz paguan për një pica edhe 2 cocktails 88 euro. 83. Pastaj kur hypëm te Amalfi, pivëm thjesht një kafe. Qa Amalfi? Jam shumë e lodhur në këtë moment. Kur hypëm lart te qendra, ulëm të pim thjesht një ekspres. Një kafe kush e di çfarë. Kushtonte ekspresi 7 euro. Ashtu Kafe e shkurtër, gjys kafe si thonë. Edhe ujti, shishe e vogël ishte 7 euro. Kemi edhe këtë çunin mbrapa që po na shef. Kështu që po vendoset të vini këtu, ta keni parasysh që të keni një baxhet të mirë. Unë personalisht u ndjeva pak e varfër. Edhe t'ju them të vërtetën, sikur më pëlqevi Positano pak më tepër. Kështu që tani do kthehemi te dhoma edhe dua të ri në dhomë, sepse jam realisht exhausted në këtë moment. Ti deshe të bëj edhe Amalfin? Nesër qa ka programi? Unë desha të shkoj edhe në Amalfi, sepse dje nuk arritëm. E tha mos arrinim sot, por jo, nuk ja del ti besh të dyja. Do me thënë ora tani është 5:30. Ti mendon nesër të bëjmë Pompei apo Napoli? Unë mendoj të bëjmë Napoli, sepse dua të shkoj atje ku është ajo dritarja me Maradonën e ta ha pica. Kot fare, çaj do me thënë okay, po ç'të duhet ty dritarja Maradonës? Dua të shkoj te Quartieri Spanjoli. Ma e fort çantën nesër se kemi për me e dhanë gjithë baxhetin nesër. Jam jo e lodhur, e vdekur në këtë moment. E jemi shumë afër hoteli e asaj, apartamentit Shqyqyr Zotit. Më në fund bëra dushin, e ndjem një njeri pastër përsëri. Plus kam fërkuar fytyrën që të heq make-upin. Edhe në mëngjes kisha vënë këto qerpikët fallce që ja kam treguar edhe në një video në Instagram, por ka kaluar do një vit. Edhe këto qerpikët që thoni ngjiten nga poshtë qerpikëve të tu, domethënë po të mbyllun syt, ju nuk e shikoni. Edhe durojnë shumë, durojnë disa ditë, domethënë unë tani fërkova fytyrën, nuk e se isha gentile me kujdes e bëja kështu, edhe to para ngelen. E me që ngelen po i mbaj edhe për nesër. Se ngjitësi i këtyre qerpikëve do të s'bën make-up remover vajor, edhe unë nuk e kam marrë me vete. Edhe dje që i vura e pastaj hoqa, i kisha qerpikët të gjitha me ngjitës e të gjitha të ngjitura me njërin tjetrin, qerpikët e mia. Kështu që po janë shumë të mira, por ka nevojë për vaj pastaj. Ora ka vajtur 8:30. Thashim ne në mëngjes të bëjmë edhe Amalfi. Edhe nuk e di çfarë do bëjmë tani. Kledi ka filluar po editon ande diçka. Mua po më hajt, edhe s'po më hajt. Lodhja tani po bën të vetën. Dje fjetëm në gjumë që në orën 11, sot në shumë mundësi që në orën 10. Tum 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 tum. Mirë mëngjes! Dita e fundit e pushimeve. Bori im ka zbritur që të pi kafe me një reprezentantin e vete dhe me atë burin që ka Airbnb-n. Unë kam ngelur këtu të bëjmë gati duke qenë që nuk është se thjesht do kthehemi, do shkojmë një xhiro njërë në Napoli. Barabart çtu që të shkosh te shtëpia jon kalon nga Napoli detyrimisht. Kështu që i thash Klajdi, hajde ndalojmë në qendër edhe pastaj shkojmë në shtëpi. Amalfi që thoni ka pas qenë një zonë duke qenë që ka det, bënte import-export kryesisht me Afrikën. Kështu që është zhvilluar si vend mjaft shpejt dhe diçka interesante është që atje ku vajtëm dje në Kapri, thuheshe që atje ishin sirena që i kënduan Odiseas, mitologjisë greke, atit Odiseas, atje ishin sirena që i kënduan edhe Emma Jepsen. Diles ekziston një rrugë që quhet rruga e zotëve të Olimpit, edhe thuhet që zotët e Olimpit hecën atë rrugë që të shkojnë të shpëtojnë Odisea. Tani të gjitha këto janë mitologji, por është shumë e lezetshme. Po flisim pak dje me këtë hotelit që i tham jetoni mirë ju që jetoni këtu, se diell keni, det keni, ushqim fantastik keni, nuk i mungon asgjë. Ka shumë turista tha në këtë periudhë që fillon kaosi, tha për ne që jemi rezident këtu. Por nga ana tjetër tha me turizmin hajm. Tu si zonë tha si vend nuk kemi fabrika, prodhime njërin e tjetrën, kështu që Shqyqyr Zotit nga një ran kemi turista, por tha jo të gjithë e kuptojnë këtë gjë, ka të drejtë, sepse dje kur vajtëm të presëm biletat për ata Liskafo, atë gjën që futet në det edhe na çovi që këtu në Kapri. Ishte para meje një burr anglez. E po i fliste asaj gocës që priste biletat në anglisht. E i tha jo goca, çfarë ore don të marrësh kafin e kthimit? E i tha në 5:30. Edhe ja bëri gati ajo çmimin ta paguaj, i tha prit një sekond, thatë se nuk e di po do marr ata të 5:30 apo ata të 4:30. Të pyes një sekond edhe gruan time. E filloi ajo në dialektin e këtyre që kanë një dialekt mjaft të rënd, mjaft të fortë, më pëlqen shumë si flasin, t'ju them të drejtën. Edhe filloi në dialektin e vet duke i thënë që na çavët kokën me gjithë juve dhe ikri te shtëpia jote,
ç'më vjen këtu e ku më dalën mua të gjitha këta, u kuptua që po e shante, se kishte edhe fytyrën, po edhe fjalët. Edhe ai burri po i thoshte excuse me, po të kërkoj falje, desha thjesht të kuptoj pak çfarë më volit më shumë, po i thoshte më vjen shumë keq. Edhe po ja bënte ajo no excuse me, no excuse me. E thash, "Okej, e kuptoj, mund të kesh një ditë keqe, e kuptoj që merresh gjithë ditën me njerëz, që njëri të thotë kështu, tjetri të thotë ashtu. Jam e sigurt që nuk është punë kollaj të merresh gjithë ditën me klient. Por nga ana tjetër është puna jote. Edhe çdo njeri që ka lidhje me klientët duhet të jetë gentil, e duhet të jetë i butë, duhet të jetë i qesur, e duhet të jetë pozitiv. E nuk po them që të vitë të shajtu klienti e ti të thash po faleminderit. Ai burri ishte shumë i mirë i shkret. Nuk i tha asgjë të keq, bile si kërkovi falje, bile si ishte shumë i bukur. Ai reagimi që kishte ajo goca nuk ishte bukur për sytë e turistit. Mua nuk më pëlqen dikush kur punon të ma kthej kështu. E kuptova atë që tha i buri në mëngjes që disa nuk e kuptojnë që neve hajmë nga turizmi. Njerëzit këtu vendalit po flas janë shumë ndryshe nga njerëzit e nord, aty ku jetojmë neve. Në përgjithësi ta dini që nordi i Italisë me ta pjesën e Italisë janë në armiqësi të fortë, janë kështu, shkojnë kështu. Këta po shojnë ata lart, ata lart shojnë këta poshtë. Edhe unë kam parë shumë këtë gjë. Mund t'ju them të vërtetën, më pëlqejnë edhe këta poshtë. I ndjej më afër asaj që unë njoh si normalitet. Ndjej më afër si kulturë me atë të Shqipërisë në tjetrën. Po i them nga ana që njerëzit këtu qeshin, bëjnë shaka, janë më të ngrohtë, të flasin më kollaj në krahasim me nord. Nga ana tjetër ekziston më shumë invazitiviteti, si quhet, që janë njerëz më invaziv në jetën tënde, gjë që nuk e gjen pjesa e sipër me Italisë. Por çdo gjë ka të mirat e të keqijat e vet. Edhe t'ju them të vërtetën, do desha të rikthem. Do desha të bëj pak ditë më shumë, mendoj që kaq pak ditë nuk mjaftojnë. Besoj që të duhen 5 të paktën. Do desha të rikthehemi dhe të shoh pak më shumë kostiera. Jo kaprin që vajtëm dje, por të gjithë kostierën kënde, edhe fshatrat më të vogla do desha të shoh se është Positano Amalfi, edhe kryesisht njihet Positano, jo Amalfi. E faktikisht Amalfi është edhe shumë larg nga Positano, do me them Positano që këtu e kishim gjysmore pak a shumë, Amalfi është 1 orë 20 minuta. Po do desha të shoh pak më shumë edhe këtu Sorrenton që porim, sepse Sorrento është një mrekulli. Tu vendi zona që porim është yll. Kështu që do desha të rikthem, sepse më kujtovi pak edhe Greqinë si vend. Është shumë po flasë nuk dej kur në Napoli. Kështu që hajde ne jemi në Napoli. Outfit of the day, vesha këtë bluzën nga Pepper Mayo, që shumë më pëlqen. Kam veshur këto pantallona që më duket janë o Stradivari, ose Bershka, o Pull&Bear. Kisha marrë vjet, janë Cubater Yellow, po vjet nuk ishte kaq në modë. E kisha marrë në periudhë uljesh, kështu që 10 euro max kanë vajtur. Mund të ishin edhe 8, si jam e sigurt. Kam veshur edhe këtë varsen që kisha blerë në të përdorurat. Edhe shikoni sa bukur duket me këtë bluzën, edhe sa summery vibes që jep. Shumë zgjedhje mirë, love it. Kam bërë gjërat gati, po pres të vi burin. Po e dëgjoj që është dhe ku poshtë, po e dëgjoj që po flet. Më vlo dhe suratin. Ku e le kartën? Goodbye Airbnb-eto. Ciao! Ciao Pietro, ciao. Shumë eksperiencë e bukur, burr, grazie që më solle. So romantic, so beautiful. Don të rikthesh prapë këtu? Po. Ta man xhepi. Po. Burim po shkoj të pyes, ande, të blej limona. Sepse erdhëm deri këtu, e tham do blejmë limona kur të kthehemi. Edhe haruam të blejmë limona. E tani, kemi hyrë te ajo rruga kryesore, nuk kemi ku të ndalohemi. Kemi ku të futemi. Shpresoj që shesën limona ata xhaxhat aty, e të blej buri disa. I pas ka bler beloja. Hajde limona 5000 lekë. A ka marrë granita qelpsira? Mos më ka marrë. Sa kushton te kilia the burr? 6 euro. 2 kg gjys janë 7 limona. Po janë sa koka jote jetë. Po janë sa koka ime, po e vërtet. Po të shijon granita. Ishte shumë e mirë granita. Kjo e vockla 1 euro, e madhja 5 euro. Po për mua që s'mund ta mbaroj të madhen, kjo është perfektja. Dajt se herën tjetër do bëjmë Pompei dhe Amalfi. Kemi 11 vjet që jemi bashk. Edhe është hera parë që më sjell këtu, kështu që mbas 11 të tjerave do vim përsëri. Ti thuj faleminderit, ka njerëz që nuk e shohin për gjithë jetën e tyre. Burr. Dhe këtu para nesh po shikoni Vezuvion. Vezuvio është vulkani aktiv më i madh i Europës. Është një nga vulkanet më të rrezikshme në të gjithë botën. Më të rrezikshme ke poshtë ujtit këtu. Më i rrezikshmi akoma është poshtë ujtit diku këtu afër, të dy më të rrezikshmit i ka Italia. Është absurde që njerëzit jetojnë në vulkan. Do me thënë, po të shikoni shtëpiat janë të ndërtuara në vulkan. Kanë aty vulkanin, edhe shtëpiat poshtë. Që herën e fundit që ky vulkan u aktivizua, u fundosën 2 qytete të tëra, Pompei edhe Ercolano. Kjo ka ndodhur në vitin 79 para Krishtit. Prandaj edhe Pompei është një vend që më tha Klajdi të vizitojmë, se ka ngel qyteti ashtu siç ishte. Edhe ka edhe skulptura të njerëzve që humbën jetën e tyre në formën ashtu si i kapi vulkani në atë moment. Këto skulptura
restorantet ekzistojnë, por nuk jam 100% e sigurt po janë njerëz të vërtetë. Po janë të barga. Apo janë të bera, edhe e kanë përdorur si formë. Nuk do të them as marketingut, se nuk është kjo marketing, po nuk e di si formë që e ka pak napoletani këtë që ta shet. Tani nuk e di po është mirë të shesësh vdekjen e një qyteti të tërë, po gjithsesi, nuk e di. Një histori, domethënë, jo se të shet vdekjen. Po e kontrollojnë këtë. Është një njeri që po ky vullkan ju aktivizua, e të pëlcas, të thot njerëzve që ikni. Italia nuk ka një vulkan, ka 4, të ndarë nga Napoli deri te Sicilia. Popullsitën këto, gjithë Europa iku për lesh. E shef sa është Vesuvio. Ai poshtë është 10 fish i Vesuvios. Edhe shef këtu janë frutat, se kur je gjithmonë në zonë të një vulkani, frutat janë më të shëndetshme, toka është më, si thuhet, më e mirë. Si nuk ka lidhje me tokën? Po, si nuk ka lidhje. Mendova që prodhimi që kanë i fruta verdurave është nga klima. ChatGPT na thot, po toka në Napoli dhe në zonën përreth Vezuvit është veçanërisht pjellore fal pranisë së vulkanit. Ky është një fenomen i njohur në bujqësi dhe në shkencën e tokës. Pse toka është kaq pjellore? Arsye kryesore se toka vulkanike është e pasur me minerale të rëndësishëm për bimët si kalium, fosfor, manjez, kalcium, azot. Këto substanca çlirojnë ngadalë me kalimin e kohës nga hiri dhe lava e ftohur, duke krijuar një mjedis shumë të përshtatshëm për bujqësinë. Bujqësia tipike e zonës, domatet vogla. Bravo, i morëm domatet e vogla. Njerëz blevën pak fruta verdura. U rindaluam. Kajsi vezuviane, kajsit çfarë janë kajsit? Harova tani. Ver, ullin, shife çot bega një vulkan. Shife sa gjëra mëson një njeri me një udhëtim. Tu ka 3, edhe po shtujt edhe jashtë. Po pra po, e the 10 herë. Mezzo mare, mamma mia, mamma di dare. Figlie mie, tutte dare, mamma mia, pensaci tu. Se të të një lëpesha jolle i të va. Jemi mu në zemër të Napolit, jemi të kuartieri Spanjoli, kështu quhen, do me thënë lagjet spanjolle, edhe vajtëm të shohëm muralesin ikonik të Diego Maradonës. Ta muralesin njerëz është bërë në 1990, mbasi Napoli fitovi skudeton e dytë, kampionatin e dytë. Një artist që në atë periudhë kishte 23 vjeç vetëm, vendosi që të bëjë këtë muralesin duke qenë që ishte edhe tifoz shumë i madh i Napolit. Edhe të gjithë njerëzit e asaj lagjes mblodhën lek që t'ja japën këtij çunit të ri, edhe ky çuni ka punuar 3 ditë e 2 net për atë muralesin, edhe shpesh në darkë njerëzit e lagjes atje ndiznin dritat e makinës se ai të mundet të punojë. Edhe sot është një nga pjesët më ikonike e të gjithë Napoli, do me thënë vinë njerëzit nga e gjithë bota për të parë vetëm atë muralesin. I të vene, sembra lo pesce, marotere. Jemi te Via Toledo, është rruga kryesore e Napolit, është plot me njerëz. Sot faktikisht në Itali është edhe fest, mbase ka edhe kjo lidhje. E tani po mundohemi të shkojmë të gjejmë një kafe ikonik që na thanë që ekziston diku këtu afër, shkonin personazhe më të famshëm të zonës të asaj periudhe. Kryesisht Toto që ka pas qenë një aktor komedian, që për zonën këtu është aktori më i dashur, thuajse e kanë si një të shenjtë në këtë moment. Lajdi më thotë që ka pas qenë princi i të qeshurës. Kështu ja kishim vënë emrin e dytë. Ishim tuleshim për pica, por përfunduam të vim tulemi në një qendër tregtare për të evituar kaosin që kishte aty qendra. Por pica Margherita që është krijuar në Napoli është krijuar për një princesën Margarita të Savojas, edhe ka sipër ngjyrat e flamurit italian, do me thënë salcën e kuqe, mozzarellën e bardhë edhe baziliko jeshile, plus puna e pizzaiolos, e pizzierit, do me thënë atit që bën pizzën, është mbrojtur nga UNESCO që në 2017 si art, sepse është art të bësh pizzën. Unë do has salat me tono, ku kemi përfunduar, do me thënë. Po makaronat që ka këtu ky restorant janë të gjitha me peshk, më duket. Edhe një tjetër pjatë tipike të këtyrve është peshk i skuqur, që ta vjen në letër edhe merr edhe ha në kem. Ndiem që unë do e kisha bërë më të mirë këtë sallatën, po tani ajo që është. Buri mori makarona, këto do mirë edhe unë, po ka brenda patlıcan që unë e urej. Vura re që gocat këtu vishën shumë ndryshe me njerëzit ande nga ana jon që rim neve. Në veri njerëzit
Ishen, ju e kam thënë edhe herë të tjera në mënyrë shumë basic, nuk ka se ka ndonjë stil të madh. Një gocë më shavje më tha elegancën e këtyrve nuk do ja arish ti kurrë njërin e tjetrën. Nuk është punë elegance, po them që në përgjithësi nuk ka se kanë një stil që i karakterizon. Vishen me rroba super të shtrenjta, por jo që mendojnë kush e di sa shumë outfitin e tyre. Në Milano po, ty më ikte petlla kur i shifja. Derisa gratë këtu nuk janë fare stilima mënyra si vishen sepse përdoren gjëra më ekstravagante, do thosha unë, ose shumë xixha, shumë ngjyra, shumë. Por i pash që kishin të veshura taka. Mbanin fëmijët në krah me taka, me njërin, me tjetrin. Domethënë mundoheshin të mbajnë, edhe pse nuk është stilim, mundoheshin të mbajnë. Po nisemi që tikëm në fund në shtëpi, kemi 6 rrugë edhe ora është 3. Sa super bukur. Sapete cosa penso su Inzaghi? Unë dalua të marrim kafe, për kishte radhë, kështu që morëm këto kafe të shpifura të përgatiturat. Edhe para do një ore realizova që kam hedhur në plera kartën time të identitetit. E bëra edhe këtë në jetën time, nuk e prisja që do arrinte dita, por ja që ja dola. Te çanta e vogël që kisha me vete gjithmonë këtë ditë, kisha futur kartën time të identitetit sepse portofolimi ishte shumë i madh, edhe po ta vijate në çantë nuk xente asgjë tjetër. Kështu që kisha vënë vetëm kartën e identitetit. Po djej që vajtëm te ishulli, edhe morëm shumë bileta për autobuza, për trenin, për atë aliskafon njërin tjetrën. Unë i fusja të gjitha në çantë dhe i mbaja që po na kërkovi kontrolli diçka, t'ja jap. Sot në mëngjes që po bëja gati valixhen, hapa edhe çantën e vogël duke qenë që do mirja të madhen, të transportoj gjërat e mia te çanta e madhe, edhe mblodha të gjitha letrat edhe i hodha në plera. Po harova që unë kisha vënë kartën e identitetit aty brenda e bashkë me të gjitha letrat kam hedhur e kartën e identitetit. Kështu që cheers te budallallaku im. Duhet të shkoj në polici të bëj denoncim që e kam humbur e bla 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 e bla 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 e bla bla bla. I hapa një punë vetes të cilën nuk e kisha nevojë. Kështu që ju mësoni nga gabimet e Angelës. Mos u bëni si Angela në këtë rast. Kjo pihet tani është shkrir. Nuk pihet. Kafe më të shpifur nuk kam pirë, po burri im kam nguli të marrim këtë për shpejt e shpejt. Ora ka vajtur 10 e darka, sa po hyrëm në shtëpi në hajt buk, do bëj makarona. Çfarë të bëj në orën 10? Trova edhe bluzën që parë, sepse ajo që kisha veshur ishte sintetike, e mbas 8 torve që kisha në trup, 8, 9, 7, nuk e di sa ishin fix. Fillovi të më kryet trupi, fillovi të më jap vesti. Drova vesh atë që kisha ditën e parë sepse kisha te një qese me rrobat e palara, edhe kisha kollaj që ta nxirja. Më kishte arritur një pako gjigant. Që ajo pakoja më arriti dje në shtëpi, që djeshe djel. Edhe asnjëherë nuk më kanë sjell pako të dielën në shtëpi, mbase një herë tjetër tek pull herë tjetër. Nuk e di si ka mundësi. Ishte gjysmë e hapur. Nuk më pëlqevi kjo produkti, duket ishte brenda, nuk e di po kishte një produkt apo 2 apo 3. Gjëra të çuditshme. Të bluzën e kam kopsitur edhe keq. Ka qenë rrugë 3 ditë vetëm rrugë. Këto janë bombë të rënda. Shikoni tani çfarë bëra. Mora domatka. Nuk duken të prishura, por tani të vuajtura mbase janë. Këto janë limona e Amalfit. Ka njerë nuk arrit t'ja u sqaroj çfarë është. Gjithë makina mbante herë. Edhe ky është një limon normal që blejmë në supermarket, që të kuptoni tani diferencën, edhe ky është limoni atyrve tradicional. Edhe kishte më të mëdhaja se ky. Edhe këtu kemi një qese plot me moll kështu të vockla. Moll më normale, edhe moll të këtilla. Sepse ky xhaxhi na tha merrini këto mollët, se jap 2,5 kg do ja u jap 1 euro. Kilja ka ndër është në ajte një ark të madhe. Unë po i thosha xhaxhi jemi 2 veta, nuk e hajm të lutem mos më ver. Mos më ver si përfundim avori gjysmën e arkës ai. Unë po i thosha jo, po haj mo. Më tha Klaj diçka që lere merri. I thash burr, po pse kur nuk do i haj? Pse ti marr? E më tha me grupo imagjinoj që ai punon gjithë vitin, prodhon gjërat e veta, punon me tokët njërin e tjetrën, burë grejshin edhe moshë madhe. E më tha i pret këto muajt që të kalojnë njerëz edhe të blejnë prodhimin e vet, se për ndryshe do e hedh në plera. Më tha mendo ti ishte gjyshi jote dhe të mund të hante vetëm nga kjo punë. E pastaj unë ndiva keq. Edhe thash duhet ja kisha marrë të gjithë arkën. Jo që do e haja, thjesht unë ndiva keq për xhaxh. Nëse gjithsesi nuk i kemi marrë të gjitha për vete, do shpëndajmë këndej andej te familja e Klajdit, e te kushëriri Klajdit, tuku. Po, prisni. Ditën e parë që vajtëm në Positano, nuk mbani mend që bëra foto aty e vetë ble diçka, nuk ju tregova kur çfarë kam bler, as nuk e kam hapur. Është ky dyqani, po doni të shkoni të bëni foto, delikatesen quhet, do i shikoni, ka një ram me njerëz që do të bëjnë thjesht foto aty. Shikoni paketimin sa cute and estetik. Positano më pëlqevi më shumë se kapri. Tatan! Mora një vazo që ka këto limonat tradicionale dhe më pëlqevi shumë, mund të fus këtu baziliko, më kushtonte 32 euro. Por realisht produkti tjetër më i lirë që kishte aty brenda ishte 10 euro, edhe ishte një gotkë, kjo është e madhe, më e vogël se kjo. Kështu që thash, merr këtë të paktën. Ishte më shumë value for money.
në Napoli, mora te nga një xhaxhi që shiste aty në rrugë. Dihet që po vajtet në Napoli duhet të bëni tregti. Mora këtë varsen që ka sipër zemrën Sacro Cuore quhet këtu. Është edhe një nga simbolet kryesore e markës Dolce Gabbana. Ka këtë dorën këtu, sepse napoletanët në përgjithësi besojnë shumë te fati, syri, e keqja, e mira, të gjitha këto. Edhe kur duan të thonë që ti syri keqja bën kështu. Plus ka këtë që nuk e di çfarë është fiks. Edhe kjo është që të mos të marrë në sysh. Edhe më pëlqevi që kishte të treja, më duket edhe shumë beharore. Më tha i xhaxhi 10 euro, i thash xhaxhit 5, e mbyllëm te 6. Ç'sta marrë for. Si një përmbyllje e vogël, më pëlqevi shumë si udhtim. Kapri më zhgënjeu, mbasi kisha unë expectations shumë të larta për atë zonën, por nuk ishte ashtu si unë imagjinoja. Ishte një vend mjaft i vockël që, si thash, sipas meje, gjithmonë sipas meje, nuk ishte diçka më tepër se sa një ishull grek. Thjesht kanë krijuar këtë lloj ekskluziviteti, të lloj luksi internacional që ka bërë atë që është sot. Por Alberobello për shembull, ja vlen shumë më tepër sipas mendimit tim. Duke qenë që do shohësh diçka që nuk do e shohësh në asnjë vend tjetër të botës. Matera, një lloj, do shohësh diçka që nuk do e shohësh as sekundi tjetër. Roma ka një nga mrekullirat e botës. Firenze, fantastike, është një qytet ku kudo që ecën shef art. Derisa ka, ishte një ishull shumë i bukur natyror. Mbaroi aty. Më la një shije pak më të hidhur se sa do desha. Biles të kap, arova t'ju them njerëz kur po shkonim atje. Kur dolëm nga ajo Aliscafo, dolëm shumë njerëz bashkë. E kishte njerëz që do futesh. Edhe ishte kaos. Unë mendoja që kisha kletin ngjitur. Po kleti ndonjëherë ndalohet, pa më thënë që të kap ndonjë skenë apo të bëj diçka. Edhe unë mendoja që ishte kleti ngjitur, pse pash një këmish plume të bardhë, edhe i futa dorën kështu, se thash prit mos e humb burin, e futa dorën kështu, e po ja bëja kështu te dora. E kthehem edhe shoh që nuk ishte Klajdi, ishte një bur i huaj. Ai nuk më pa, ai mbase mendonte që ishte gruaja vet. Nuk e di, nuk më pa, nuk e kthevi kur kokën. Unë e pash zora dorën e u ktheva. E po kërkoja burin. U tërprova aq keq. Ndërsa sa për Napolin, çfarë t'ju them, mua më pëlqevi shumë. Vajtëm vetëm në qendër, nuk e se pas gjithë Napoli. Ai gata like. Hey Google, metti Non timer. riesco a collegarmi alla rete wifi. Controlla le Aty është zhvilluar në përgjithësi kriminaliteti, e mafia, e të gjitha këto gjërat, për të cilat thon pjesa lart e Nordit që nuk i pëlqen pjesa poshtë. Por unë jam një njeri që më pëlqen ty në thellësi, e them nga ku vjen ky komportament që kanë zhvilluar këta njerëz. Mbas edhe luftës së dytë botërore, njerëzit atje nuk ishin të hajnë. Përkundrazi me zonën këtu lart që ishin pak më mirë, mjaft më mirë. Pa me një film që ishte bazuar në një histori të vërtetë me Klajdin para shumë muajve. Ku sqaronte që mbasi mbaroi lufta e dytë botërore, njerëzit e pjesës nord ku jetojmë neve dërgonin një tren që mirte fëmijë nga pjesa poshtme të Italisë e i çonte te këto familjet që t'i mbanin për 6 muaj, një vit, aq sa i nevojitesh e prindërve të tyre të mirnin veten pas luftës, që të mund të kishin të paktën ushqim të jepnin këtyre fëmijëve të hanin. Kështu që e kuptoj që uria ka çuar të bësh edhe gjëra që nuk ishin të mira. Nëse që mua bëhet shumë i madh, edhe ora është vonë, edhe jam shumë e lodhur. Është një eksperiencë shumë e bukur që ju shtua sirtarit tonë të eksperiencave që kemi bërë bashkë me burin. Jam shumë e lumtur edhe mirënjohëse që kam mundësinë ta bëj, edhe shpresoj të vinë edhe shumë të tjera. Buon appetito. Unë do ha vetë se burim ka hyrë të lajt edhe unë sapo të dalej dua të futem për vete se s'po duroj dot veten. Dua të heq lëkurën time thuajse. Dushi dën, lava edhe enët, nesër më pret valizja, disa lavatriçe, kështu që neve do shihemi si gjithmonë të videoradhës. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer kjo video.